Situata në sektorin e naftës në Fier është bërë kritike. Rreth 200 punëtorë të kompanisë nën kontraktore të Bunkers Petroleum, Global Energy, denoncojnë se prej afro 2 muajsh nuk kanë marrë pagat, ndërsa problemet financiare kanë nisur që 4-5 muaj më parë. Sipas punëtorëve, rrogat e muajit nëntor nuk janë paguar, ndërsa edhe dhjetori po mbyllet pas një zgjidhje, duke lënë 10 familje në vështirësi të mëdha ekonomike pikërisht në prag të festave të fundvitit. Protestojmë sot sepse kemi vonesë të rrogës të muajit nëntor. Ne kemi afat kohor të rrogës nga data 8 deri në 12 dhe rroga nuk është hedhur akoma. Ne kemi lënë me fjalë një javë afat dhe akoma nuk na kthejnë përgjigje konkrete. Jemi jashtë afatit për marrjen e pagave. Në kontratë kemi në datën 12. Për shkak të informacioneve të fundit dhe çfarë kemi lexuar në media, dhe ne jemi shumë konfuz dhe shumë të indinjuar dhe çfarë mund të ndodhi se po vjen afron dhe muaj tjetër ne nuk kemi marrë pagat e muajit nëntor. Burime nga tereni bëjnë me dije se ritmi i prodhimit të naftës ka rënë ndjeshëm për shkak të problemeve që ka kompania me shtetin shqiptar, çka ka ndikuar drejt për drejt në pagesat ndaj punëtorëve dhe funksionimin normal të nonkontraktorëve. Dhe vetë kompania po thonë që është në kolaps. Me fjalë depozitat e fushmarrëzës duhet mbajnë dhe 24 orë, me fjalë se është bllokuar shitja. Kjo është herë e parë që ka vajtur në këtë situatë dhe nuk ka asnjë përgjigje. Punën në fushë vijon, por me ritmin të janë ulur, kushtet janë ndalur, prodhimi është ndalur. Ndërkohë, drejtoria e përgjithshme e doganave ka bllokuar aktivitetin prodhues dhe financiar të kompanisë Bunkers në impjantin e nxjerrjes së naftës në Patos Marines. Shkak i këtij bllokimi është bërë mospagesa e akcizës për olluesin e naftës.